mesatare ka njerë të me shku njët, edhe do ditë të me shku edhe shumë më pak, 50 km, 55 mas pak të 60 km njerë i këmbo. Kështu që do të më rrujt shëndeti jot. Është maj veçan, nuk është maj veçan më konë maj pari, maj nalti me këcyje me të tanat. Se mu fryje me kalzu e sene, mun është shumë letë me kalzu vetin, mrenqëm, qysh është ma veçant, është që ta besojsh rrugën tënde, shpirtin tënd, Zoti që ka të regon, ka njerë dhimbtat e përballon edhe mirë që i përballon, po do vene du të me ditë kuaj e bajnë një hap mrapa, ju përpara, qetësijës, pushimit, regenerimit, rekuperosh, qosh, e ki me atë apet në kontroll, me thonë si planifikun ma mirë, që se në tani mund është me vazhdo apet me dhonë gaz. Kështu që e planifikon ditën, javën, mujen, vitin, dekaden, deri në fund jetës, inshallah, do të arritëm senet më të mira, por që ta jam unë, me kallëzojnë sperimet më të mirat, me tregu frymëzimin edhe bullejken tonë. Sidomos suksesin, shëndetin dhe shumë tjera. Inshallah shihem në për rrugë me naj intervista, naj event, në përlajme, në program që keni qef mu lidh me full, më nësperu me njëri tjetrin, me bëne biset tjesht, thellët, edhe qështu mu njoftu me gjithë qef kam qef që do të folim për gjitha gjëra, për çka jemi na e për këto përvojat jashtëzakonshme. Natën e mirë, kalofshi mirë, mirë pafshim.